Tava me jufkat, po e vendosim të piqet për pak minuta, derisa të bëhemi gati me pjesën tjetër. Ja, kështu pra e vendosëm që të piqet dhe tani vazhdojmë me përgatitjen tjetër. Pula ka zier. Unë do shtoj pak qumësht. Po ta bashkosh tek qepa? Po. Pra bëj atë shuarjen e qepës. Normalisht që kam edhe lëngun, por unë zgjedh të shtoj pak qumësht. Sorry. Shive si e bëri tani pak qumësht që i shtove tek qepës? Bëjt ajo zbutja e duhur, normalisht kripa është e pakët që unë shtoj, sepse kam tek pula, dhe e ndihmoj e lëngun e pulës avash. Faktikisht, shumina mund të vendosim edhe një gjethe dafine, thjesht ku zihet pula, dhe e largojmë. Shoh që zihen. Këtë masë, unë po të dua, e kaloj tek pula, ose në të kundërt, e lë këtu. Bëj një transferim, një zhvendosje të enve. E kaloj qepën që të marrë shijet, të kenë atë ndërlidhjen e tyre.